Ju përshëndes. Një grua shqiptare po vuan dhe ka nevojë për ndihmën tonë. Ndaj, do t'ju lutesh aq secili prej jush nëse është e mundur të lëjë një koment dhe ta shpërndaj këtë informacion me shpresë që ta ndihmojmë, sepse kështu ndoshta do dëgjojmë atë njeri që po e bën që të vuaj gruan shqiptare, sepse mund ta bënte me dikë tjetër, por jo me shqiptar. Dhe do t'ju them se çfarë ka ndodhur. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni brende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Një grua shqiptare erdhi në Itali para ca viteve, erdhi së bashku me burrin e saj. Sapo kishin lindur 2 fëmijë dhe ishin të vegjël fëmijët, por erdhën shumë vonë. Me një fjalë, erdhën vonë jo në kohën e eksodit, por erdhën shumë vonë sepse nuk mundeshin, qoftë për ekonomi që s'kishin, por edhe sepse nuk mundeshin që të bënin dokumentat. Kur filluan pastaj pas vitit 2010, që filluan që të futeshin me dokumenta, erdhën në Itali. Dhe sapo erdhën në Itali, pati probleme, sepse gruaja, si gjithë gratë e tjera si thot dhe ajo, unë thot u shëndosha, thot, sepse me një fjalë ndryshoj trupi, thot, u bëra më shëmtuar, u bëra më e thot hapta, më ka ardhur shumë keq kur e kam lexuar, sinqerisht. Me një fjalë u shëndosha, thot, dhe u bëra më shëmtuar. Dhe burri thot nuk më shikonte, ziheshim çdo mbrëmje. Sa herë që vinte nga puna, ziheshim. Derisa pastaj tha e kapa me një tjetër. E kapa një shqiptare tjetër, e kapa me këtë dhe herën e parë e fala, herën e dytë e fala sërish, por pastaj nuk munda më, nuk munda dhe e lash. E lash po më vinte keq për fëmijët. Megjithatë fëmijët tha i mbajta unë. Nuk më dha asnjë kokër leku tha kur u ndam. Fare, asnjë lek. Iku bëri jetën e tij tha nuk e kisha problem dakord. Iku dhe vazhdoi jetën. Mirë po jeta ime tha që ka qenë një skëterë. Sepse me kalimin e kohës tha rrita 2 vajzat e mia tha dhe i kam rritur, unë e di se si i kam rritur. Dhe i shkollova tha që të dyja, me shumë vështirësi, kam punuar natë dhe ditë. Dëgjojeni me vëmendje. Më ka bërë të qaj. Dhe si përfundim tha kaluan vite dhe para një vite gjysmë parafërsisht, si ishte tregon, njohu një shqiptar tjetër, e njohu nëpërmjet TikTokut. Dhe filluan që të flisnin. Mirë po ai tha ishte shumë i kujdesshëm në fillim tha. Dhe përdorte edhe filtra për fytyrën, ndoshta sepse atë që zbulova më vonë tha. Dhe si përfundim u takuam, me fjalë bënim takime shpeshherë me WhatsApp, me TikTok dhe flisnim shpeshherë. Mirë po nuk ishim takuar tha personalisht dhe kaluan muaj, 6-7 muaj që kaluan tha, që unë nuk mundesha sepse punoja. Ndërkohë tha, vajza sapo filloi universitetin dhe unë nuk mundesha, sepse doja që të rija gjithmonë pranë vajzës. Megjithatë, kaloi kohë dhe si gjithë të tjerët, sepse edhe unë tha do dëshiroja që të kisha një njeri që të më doj dhe ta dua. Kaq, nuk dua më shumë, nuk dua asgjë, nuk dua as të jeti pasur, nuk më intereson fare, thot, por dua vetëm një njeri të mirë. Dhe si përfundim, ky e bëri kaq, me një fjalë, takoi çdo mbrëmje, fliste çdo mbrëmje me të, saqë e bëri që të dashuroj keq. U dashuroj kaq keq, si thot kjo, saqë unë nuk rria dot pa të, thot. Nuk më zinte gjumi, thot, pa dëgjuar zërin e tij dhe pa folur me të. Pra e bëri që të dashuroj keq ky shqiptari. Dhe si përfundim tha, sepse edhe ky shqiptari jeton në Itali. Dhe pas një farë kohe, ai tha do bënte revizionin e makinës, mos gaboj, dhe do rregullonte makinën, do bënte revizionin e makinës, kishte një problem makina, po ai do bënte një fillim revizioni, pastaj do rregullonte makinën. Dhe s'kishte lek, i tha kësaj. S'kam lek, pasi e kishte bërë që të dashuroj, dhe kjo tha, s'ka gjitha të ndihmoj unë, tha, pastaj kur ti kesh ta më jep. Dhe e ndihmoj kjo. I dha 250 euro njëherë dhe i dha dhe 150 euro më vonë që të rregullonte makinën. Pra 250 euro për të bërë ato rregullimet çfarë duheshin, pastaj edhe më vonë i dhash ta, përveç se bëri revizionin. Dhe i dhash ato 400 euro tha dhe mendova tha që njëherë kur takohemi mbase do më jap. Kaloi kohë, më kërkoi para të tjera, i dhash para të tjera, tha dhe kështu vazhdoi për një farë kohe. Një ditë, i thash, po ne duhet takohemi, të shikojmë, me fjalë, i kërkoja tha që të takoheshim. Dhe jo po nuk kam, unë s'kam punë, puna është pakët kjo që po bëj unë, nuk punoj si gjithë të tjerët, dhe unë po të vija aty ka shpenzime, ta pagoj unë rrugën, i tha.
dhe i pagova rrugën. I pagova rrugën, tha, atë ditë që ai erdhi, tha, i thash flit tek unë dhe vajza ime, tha, e vogla, bëri pijama party me një shoqen e saj. Unë nuk është se e shtyta vajzën, tha, që të vende të bënte pijama party, por me qenë se më kishte thënë disa herë, tha, që donte të shkonte tek shoqja e saj, pijama party është kur shkon tek shoqja, ose shoqja vjen tek ajo. E kishte, ne, tha, tek shtëpia jon, tha, kishin ardhur disa herë të vajzës së vogël, që flinin aty, tha, tek dhoma e saj, me fjalë shoqet e saj. Por asnjëherë vajza, tha, nuk ishte shkuar te kjo shoqe e saj dhe unë i thash, "Ok, mund të shkosh sonte." E kështu, tha, që e kishim shtëpinë vetëm, tha, i kisha vetëm me këtë që erdhi. Erdhi, tha, po kur e pash, tha, nuk ishte ashtu siç dukej në për TikTok, tha, sepse ai kishte vënë filtra, siç u thashta, dhe siç të thashta, dhe ishte ndryshe. Pra kishte, me fjalë, me bark, tani nuk është vetëm puna e barkut, po edhe kështu nuk ishte aq i pamshëm. Por nuk më interesoi shumë, tha. Në fundi thashta, dakord. Sepse por më pëlqente, tha, por sidoqoftë aty, tha, atë ditë ndjeva diçka, tha, ndjeva sikur kishte sikur më urrente, tha. Me fjalë kishte ardhur aty, tha, sikur e kishte shtyr dikush. Kështu e ndjeja, tha. Me fjalë edhe rrugës, tha, tër më fal për shprehjen, tër porë, tha, tër rrugës, kështu që nuk më pëlqeu, tha, as pak. Megjithatë, tha, unë i kisha premtuar, tha, që do vinte në shtëpi, tha, erdhi tek shtëpia, tha, ndejtëm aty, tha, fjeti aty atë mbrëmje, dhe ndejtëm bashkë, tha, normal. Mirë po, tha, në mendjen time, tha, isha, tha, qikuriku ai ditën tjetër, tha, thash pse e bëra. Por ditën tjetër, tha, ditën tjetër qikuriku, tha, më kërkoi para të tjera. Më kërkoi, tha, dhe unë nuk dija, tha, se si ti thoshja, tha. Megjithatë, dal nga dal, tha, pas një vit e gjysëm, sepse ka kaluar një vit e gjysëm, siç u thash, pas një vit e gjysëm, tha, më ka marrë, tha, më shumë se 10.000 e ca euro. Sepse duke filluar, tha, që nga ato 400 që i dhash, tha, dal nga dal dhe parat të tjera, tha, jo për shtëpinë, tha, se do pagonte qiran, do pagonte drita, ku di unë kishte ardhur një job e tjerë, tha, unë, tha, kam shpenzuar më shumë se 10.000 euro, erdhi, tha, tek unë, sepse kjo jeton lart Italis, nuk jeton poshtë. Pra, gjithsej, tha, ka shpenzuar, tha, 10.000 euro, më shumë se 10.000 euro. Dhe zonja çfarë thot? Në një moment, tha, kur i kërkova, tha, që të më jepte, tha, një pjesë të atyre para, sepse më duheshin, tha, nga se vajza, tha, që është në universitet, tha, ka shkuar në Rom në universitet, tha, i duheshin, tha, që të kaloj, në fjalë, i duheshin parat. Dhe unë i kërkova, tha, një pjesë të këtyre parave. U zum, tha, sikur parat ishin të tjetë. Tani nuk më erdhi keq për këtë, tha, por më erdhi keq, tha, për atë çka bëri më vonë. Sepse pas një jave më bllokoi nga në chatet, me fjalë në WhatsApp, në TikTok, në të gjitha, edhe i kam shkruar gjithandej dhe nuk di thot si ta kontaktoj. Për më tepër i shkruajta edhe nga bëra një account tjetër, i shkruajta që të më kontaktoj dhe nuk do t'ja di fare, tha. Është zhdukur, tha, totalisht. Me fjalë nuk do që të më përgjigjet. Edhe duke i thënë, tha, se kush jam, tha, që të më përgjigjet. Tani, unë doja ajo është keq, sepse më ka treguar që është vërtet keq, dhe ndaj, thash, doja që ta diskutoj me ju, që ta shpërndajmë këtë informacion, dhe diskutimet tuaja ndoshta i arrin edhe këtij zotëris, sepse ne nuk jemi këtu normal, që nuk jemi si ata gjyqtarët normal, por jemi shqiptar. Dhe më vjen keq ndonjëherë që të trajtosh një njerëz kështu kaq keq, që e bën vetëm për para. Tani doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për një rast të tillë? Pra ju si do të silleshit nëse ju do të ishit kjo grua, si do të silleshit në vendin e saj? Dhe si do të silleshit nëse do të ishit si ky djali ose ky burri, si mund të quhet? Sepse edhe ky tregonte që është i divorcuar, ka një fëmijë me një shqiptare, dhe ajo shqiptarja është ndarë me këtë, etj, dhe nuk ja tregon fëmijën, të paktën këtë që ka thënë. Tani pak në rëndësi është kjo që ky përveç se është tallur me të, sepse kështu tregohet, duket qartë, por i ka marrë dhe para dhe tani e ka bllokuar gjithandej. Gjoja që është mërzitur me të sepse është zënë me të. Dhe të paktën njeriu i kthen parat mbrapsht. Por doja t'ju pyesja diçka tjetër. Po sikur kjo grua ta denoncoj, çfarë bëhet me të? Më thoni ju. E dini se çfarë bëjnë nëse denoncon kjo grua? Sepse është një femër që e denoncon.
një mashkull. Pra unë nga ana ime them që ai nëse dëgjon këtë mesazh dhe këto fjalë këtu, është mirë që të filloj dal nga dal t'i kthej paratë. Ose të kthehet me të, që të jetoj me të, nëse ka dashur me të vërtet. Por unë nuk besoj. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni dhe ta diskutojmë së bashku që ndoshta ja arrin mesazhi dhe mbase i vinë në mend që të lidhet sërish me këtë grua, sepse mundet që dhe kjo grua, sepse më kërkon mua, unë s'push lidhje kam unë, po më kërkoj që ta ndanin këtu mes nesh këtë mesazh, që t'i arri mesazhi atij, por unë doja t'ja u përcilja pikërisht sepse më kërkoj që ta ndajmë këtu mes nesh. Pres komentet tuaja dhe kalofshi një diell të këndshme. Dhe shpresojmë që ky zotëri ta dëgjoj dhe nëse më dëgjon mua, është gjuna me një shqiptare. Kalofshi bukur.